Gjateli. Do vazhdoj të ri vetëm apo do ketë partnere? Shiko, kur do vini të shikoni shfaqjen, se unë jam gjithmonë tek skenari që është ndërtuar në shfaqje, ka surpriza. Do shikojmë se kush është backgroundi i Gjatelit dhe kush është aktualja e Gjatelit. Gjateli po pretendon një njohje me një astrologe. Jo. Sigurisht. Tani do të vini në shfaqje patjetër, kam përshtypjen. Aman ta pyes pak. Ajo është thjesht Nona Nina. Nona Nina. Dua ta pyes për peshoren se Peshorja. e kam me merak po përjeton kohë të mira. Do e keni atje. Atë natë. Wow, në shfaqje. kur gjeti edhe Gjateli partnere, mos ngelt njeri pa gjetur. Jo po fol, po desh. Ndërkohë që unë jam akoma single, e kupton? Nuk e di tash, duhet të Do t'i marrë flasësh, këshilla Gjatelit. patjetër, duhet konsultohesh. Do t'i pyes patjetër. Shkojmë tek e folura E folura. Tek e në fol- publik. Tani flasim pa mbyllur gojën. Tani flasim tamam. Duket se shumë njerëz po preferojnë tani kohët e fundit, vitet e fundit që të marrin trajnime për të përmirësuar të folurën e tyre në publik. Ndonjëherë edhe figura që mund të kenë vite që dalin në ekrane, që kanë, le të themi, janë të ekspozuar ndaj audiencës. Megjithatë, ta nisim nga mënyra se si ti u fute tek e folura në publik. Pra, Okej. ne përmendëm ventrilokuizmin, përmendëm regjin e teatrit, përmendëm faktin që ke luajtur role si aktore, dhe tani vim te kjo formë tjetër e Arietës si profesioniste trajnuese në të folurin publik. Okej. Si ka nisur dhe pse pikërisht kjo? Përpara se unë të futesha në Akademinë e Arteve, pra të futesha rrugës së studimeve serioze dhe artistike, unë vi nga një background radiofonik. Që do të thot nga një shkollë radioje. Është domethënë është e mirë të cilësohet sepse asnjëherë nuk duhet të harrojmë nga kemi ardhur. Dhe ajo më ka ndihmuar jashtëmaste shumë për të qenë një artikuluese e mirë dhe për të nxjerrë potencialin e të gjithë vokalit. Akademia bëri formën tjetër që më përballi me publikun, kurse pjesa e të luajturit në filma dhe në teatr plotësoi të gjithë potencialin ndjesor, le të themi, për të realizuar role, karaktere, personazhe. Vendimi për të marrë dhe për të hapur një studio timen ka ardhur pikërisht në momentin kur kam pasur një performancë në teatr dhe aty më është dashur të bëj brenda një shfaqje të bëj disa ndryshim karakteresh dhe dëgjova nga disa njerëz fjalën sharm, gjë që mu desh të hyja ta studioja çfarë ishte. Dëgjova fjalën artikulimi mirë, gjë që më desh të ndaloja dhe të mendoja se si dhe pse e kisha. Dhe dikush në atë periudhë më kërkon që ta ndihmoj në lidhje me artikulimin dhe me të folurën sepse kishte dalje publike. Ndala dhe thash, kush është ajo gjëja që unë di ta bëj më mirë dhe cila është ajo që unë do performoj realisht në të gjithë 100% tim. Kam dalur dhe besoj që diku tek 7 apo 8 javë unë kam qenë në pauzë vetëm duke hetuar se kush ishin gjërat që unë mund të jepja tek të tjerët. Pastaj është hapur një ajekt shumë i vogël, ndoshta pa luks. Në krye të atij viti është hapur një ajekt shumë i madh, janë bërë skenat, janë bërë ato realizimet e bukura të një studio të mirëfillt. Dhe aty nisi rrugtimi i kurseve të aktrimit, kurseve të folurit në publik dhe vazhdimësia e ventrilokuizmit. Cindy ka qenë gjithmonë me mua në këto periudha. E mbaj mend. Po. E mbaj mend tani që ma kujtove si detaj. Po. Kështu që ky është një fillim, nuk ka qenë fillim i lehtë, por ajo që kam ditur është që unë nuk kam asgjë për të humbur dhe
pasi e kam hapur, ju kam thënë njerëzve që un kam hapur një studio. Gjithë mendonin që është një studio fotografie, një studio montazhi, një studio, është një studio që un mund t'i jepja atë që dija. Në të gjithë këto vite kam mësuar shumë. Tani jemi në kulmin e punës. Më e rëndësishmja nga të gjitha studiot është studioja e të folurit në publik, sepse ti ke ndihmuar rreth 1000 persona, siç është kjo shifra që qarkullon sa njerëz ka mësuar Arieta që të flasin në publik, rreth 1000 persona. Unë dëshiroj që edhe më shumë se kaq të kesh ndihmuar, po kur shoh për shembull në televizor politikan, njerëz publik të rëndësishëm që kanë një lloj tashmë edhe ndoshta prej përvojës së të dalurit në publik, kanë një lloj vetbesimi në të folur, një lloj ndoshta edhe që e tejkalon vetbesimin. Mendoj që sa prej këtyre Arieta i njeh se si janë nga pas, i njeh se si janë në pasiguritë e tyre, si kanë qenë në fillim, si belbëzonin në fillim. Shiko, unë nuk merrem shumë me pjesën se si kanë qenë dhe ku janë handikapet, se sa për dëshirën e mirë që dikush ka të ndryshojë. Dhe kjo është për të vlerësuar tek brezi i sotëm, tek njerëzit që sot dalin dhe flasin ndoshta edhe me më shumë besim se ç'duhet ose me në një nënvlerësim për veten, një njeri kur merr hapin dhe thot unë dua të ndryshoj dhe të jem në një performancë të mirë publike, unë këtë vlerësoj. Pastaj me pjesën tjetër merrem dhe ajo mbetet aty, nuk ekspozohet. Sigurisht, është marrëdhënia e privilegjuar midis psikologut dhe pacientit. Paka shumë është ashtu, paka shumë.